Ate ngacmuan pak me pyetjen se a ka personazhe të TikTok që ashtu shohen aktorët dhe madje dhezin brenda një nate. Nuk mendoj që i rrezikohet vendi kërkujt, po që mendoj se është gabim. Jam pro çdo aktori edhe nëse nuk ka përfundu akademi, edhe nëse nuk ka ndjek kurse, mirë po që e shoh se e din dhe e don atë punë, atëherë unë jam shumë optimist për me vazhdua edhe se secili duhet me ndjek ëndrrën e vet. Se na jem dëshmitar që ka edhe shumë që e meritojnë me qenë në akademi, por nuk kanë pas mundësi me qenë në akademi. Tash na nuk mundemi edhe me ja u privuat të drejt, ose kërkush nuk e ka drejt me i ndalë pe asaj. Po për disa që janë të etun për vëmendje, mendoj që është kogja e gabuar mënyra se që po shkojnë deri aty. Është me hyrë në një ull ku nuk është e jotja, një punë ku nuk është e jotja, si thonë është me hyrë me një zanat huj.